Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë të zije, ndahet nga jeta në moshë të re ylli i showbizit. Virginia Giuffre, një nga zërat më të njohur të radios ndërkombëtare, gjithashtu ka qenë edhe një figurë në luftën kundër abuzimit dhe trafikimit të qenieve njerëzore, ka ndëruar jetë në moshën 41 vjeçare. Familja e saj konfirmoi se ajo ka humbur jetën nga vetvrasja, duke theksuar se pesha e përvojave të saj të dhimbshme ishte bërë e padurueshme për të. Giuffre ishte një nga viktimat më të njohura të rrjetit ndërkombëtar të trafikimit të drejtuar nga Jeffrey Epstein. Ajo akuzoi publikisht princin Andrew për abuzim në fillim të viteve 2000, duke e baditur në vitin 2021. Çështja u zgjidh jashtë gjykatës në vitin 2022. Pavarësisht sfidave të shumta, Giuffre mbeti një avokate e palodhur për të mbijetuarit, duke themeluar organizatën jo fitimprurëse SOAR për të mbështetur viktimat e abuzimit seksual. Ajo ishte gjithashtu një zë i fortë dhe kërkesën për drejtësi dhe llogaridhënie për të gjithë ata që ishin përfshirë e kishte të lartë. Në javët e fundit të jetës së saj, Giuffre kishte përjetuar një aksident automobilistik të rëndë dhe ishte përballur me sfida personale, duke përfshirë një urdhër ndalimi të dhunës familjare të kërkuar nga bashkëshorti i saj. Humbja e saj është një goditje e madhe për komunitetin e të mbijetuarve dhe për të gjithë ata që luftojnë kundër abuzimit dhe trafikimit.